Nëse në konfigurimin e ri të qeverisjes që presim në 11 maj, ju kërkohet që t'i bashkoheni njërës nga forcat politike, të PS-s ose PD-s për të krijuar qeverin. Me cilën do të shkonit? Ne do të diktojmë programin tonë qeverisjen e ardhshme. Nuk do ketë qeverisje të ardhshme jashtë linjave të programit tonë. Mbajeni mend të shënojeni. Pyetja është drejt për drejt, koalicion, PS-PD. Po më le pra të përgjigjem, ki pak durim. Nuk do të ketë qeverisje pas 11 majit apo pas 10 shatorit pa linjat e programit tonë politik. Mbajeni mend, shënojeni, e keni me zë dhe me figurë. Mbajeni mend. 2. Pa diskutim do të jemi të hapur për bashkëpunim politik në dobi të interesit shqiptarëve, përjashtoj kategorikisht nga bashkëpunimi çdo të korruptuar që ka hesapet hapura me drejtsin, që nuk mbështet 100%, jo 99%, 100%, jo me fjalë, por me vepra, strukturën e posaçme antikorrupsion, dhe që nuk është 100% i linjëzuar me Bashkimin Evropian, Britaninë e Madhe dhe në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të lexoja në rreshta një koalicion të mundshëm me zotin Rama, por ky është thjesht opinioni im. Jo vetëm është opinioni jot, ngjerët opinioni im. Më lejo të dizabuzoj nga ky iluzion. Është thjesht opinion personal dhe ju ma lejoni si perëndimor që jemi që më lejo të çliroj nga ky iluzion. I biem dakord të mos jemi dakord me këtë. Më lejo të çliroj nga ky iluzion me një fjali. Nuk besoj. Zoti Rama duhet, me që jemi juriste jeni apo jo? Avokatë. T'japim pak atë benefit of the doubt? Dashurin për ju ai e ka shprehur. Ma lemër të mbaroj lere dashurin, se dashurin e ka shprehur me Megoni Gëllej. Është histori tjetër. Ja, histori burgu është ajo. Histori burgu është, po është burg tjetër në New York. Histori burgu është ajo. S'ka mbaruar. Mos u fut në ato gjëra. Zoti Rama duhet ndaj mendje. Duhet të ndaj mendjen. A është njeriu më i paaft që nga 1912, sepse gjithë shokët që i ka marrë me dorë, a i ka marrë, si ka marrë as unë, as Zhej, as ju, a i ka merë, vë aty, hajdut, shkon burg. Merë tjetrin, vë aty, hajdut, shkon burg. Merë tjetrin, vë aty, hajdut, shkon burg. Me lopat, merë aty, me lopat, në burg. Ose është tërësisht i paft, dhe kjo është një arsye shumë e madhe që shqiptarët ta shkakojnë masivisht me vot, ose ky nuk është gjë tjetër, vetëse, si që pranon aty, një bie mira ngrihen, arkitekti i një sistemi që prodhon vetëm të korruptuar. Prandaj për të arsye, dhe vetëm i zgjuan kurrë shqiptarëve. Pyetja ishte drejt për drejt në lidhje me një koalicion të përgjigja është, kur them, unë të dash përgjigje me të paren. Përjashtoj çdo koalicion me të korruptuarit. Basa minutazhi mbaroi. Dhe zoti Rama është pa diskutim në majtë kësaj piramide, është i përjashtuari i parë.